Basanja ka dalë të shpëtojë sezonin e saj duke siguruar mbijetesën në kategorinë e dytë. Një objektiv i arritur me sukses ky, pavarësisht se ata nisën me pretendime të tjera. Presidenti i Basanjas, Ermir Shimaj, foli për të sezon të ekipit të tij, ku tha se e konsideron një mbyllje me seriozitet dhe dinjitet të parin vit debutues në kategorinë e dytë. Në fakt, në fillim të këtij edicionit, i cili ishte debutues për ne në kategorinë e dytë, kishim projektu dhe kishim planifiku krejt tjetër çka, domethënë edhe ishte planifikuar që ekipit ishte mjaft ambicioz dhe me pretendime. Por gjatë rrugës patëm disa oscilacione, të cilet kryesisht na erdhen nga dëmtimet në fillim të sezonit, çka na krijoi disa hapa fallse. Kështu që nuk arritëm në ata pretendime që kishim në fillim, por ama ja dolëm që jo vetëm të mbetemi në kategorinë e dytë, por besoj se bëm një sezon dinjitoz ku Basanja të paktën sa i përket fair play, domethënë ishte gjithçka korrekte dhe shkoi mirë. Prisnim diçka më shumë sepse përbërja e ekipit ishte mjaft e mirë në fillim të sezonit dhe ishte bërë një punë mjaft e madhe. Por futbolli kështu e ka dhe normalisht jo gjithmonë merr ato rezultate që pretendon. Shimaj foli edhe për të ardhmen e Basanjas, ku tha se në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Bashkinë Vaudejës do të ndërtohet një fushë re sportive. Jemi investu te pjesa e terrenit e infrastrukturës. Kështu që tu pas parasysh këto rrethana, do të thonë kemi kërkuar mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe duhet më falënderuar sepse kemi gjetur një kuptimin e tyre dhe mbështetjen e tyre për të bëjmë investime për një fushë me barë sintetik, barë artificial. Po ashtu kemi bisedu dhe kemi ra dakord parimisht edhe me bashkinë, sepse normalisht aty është një investim që do të bëhet ndërmjet federatës, bashkisë dhe klubit. Dhe parimisht gjitha palët janë vullnet mirë që ky investim të realizohet dhe shpresoj t'ja dalim. Basanja mbylli kampionatin në vendin e 10 me 21 pikë të grumbulluara në 22 ndeshje, ku ka marrë 5 fitore, 6 barazime si dhe 11 humbje.